në një atmosferë krijuese dhe të mbushur me frymë tradite në fshatin Vranështic të Kërçovës, Qendra e Kulturës me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit zhvillon edicionin e 11 të punëtorisë rinore të qeramikës, një projekt edukativ dhe kulturor që synon të ruajë dhe përcjell tek të rinjt artin e lashtë të punimit të qeramikës. Aktiviteti mbledh nxënës të shkollave të mesme të Kërçovës, të cilët punojnë në udhëheqjen e mjeshtrëve dhe profesorëve të fushës. Drejtori i Qendrës për Kulturë në Kërçovë, Mazlam Osmani, tha se për disa ditë me radhë nxënësit përfshihen në procesin praktik të modelimit, krijimit dhe dekorimit të enëve tradicionale, ndërsa punimet e tyre përmbyllen me një ekspozitë zyrtare në Qendrën për Kulturë në Kërçovë. Ai po ashtu njoftoi se këtë vit punëtorinë e vizitoi edhe zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës Lulzim Aliu, i cili e vlerësoi projektin si një shembull pozitiv të lidhjes së arsimit me kulturën dhe trashëgiminë tradicionale. Dhe organizatori është Qendra e Kulturës Kërçovë, financuar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Dhe për çdo vit mund të them se interesi i nxënësve shtohet. Dhe siç mund të shihni, kemi këtë vit punime fantastike nga nxënësit. Ato që marrin pjesë nxënësit e shkollave të mesme, gjimnazeve Drita dhe Mirko Mileski, edhe nxënës nga shkolla e mesme e artit në Shkup. Po këto 2 vitet e fundit pjesëmarrës janë vetëm nxënësit e shkollave të mesme në Kërçovë. Mentor janë profesor Miroslavi nga shkolla e mesme e Mirko Mileski dhe profesoresha Lulzime Osmani këtë vit. Besoj se kjo punëtori do të vazhdojë në të ardhmen edhe me një intensitet dhe me një madhështi më të madh. Kjo do të varet edhe nga përkushtimi edhe i mentorëve. Si themeluesi i kësaj ideje, si ideator është profesor Filip Fidanoski nga Shkupi. Besoj se pasi të përfundojnë punimet, ekspozitën do ta kemi në tetor në Kërçovë, por pastaj me këtë ekspozitë do të paraqitemi edhe në qytete të tjera të Maqedonisë. Këtë vit na nderoi me vizitën e tij zëvendës ministri i Arsimit, profesor doktor Lulzim Aliu, dhe besojmë se ky bashkëpunim që është, mund të them, mes Ministrisë Kulturës dhe Ministrisë së Arsimit në të ardhmen do të japi edhe fryta edhe më të mëdha. Ndërsa ideatori dhe nismëtari i projektit, profesor Filip Fidanoski, tha se është hera e 11 me radhë që organizohet punëtori tradicionale e qeramikës për të rinj në bashkëpunim me Shtëpinë e Kulturës së Kërçovë. Ono što je mnogo značajno je дека mladите деца наоѓаат инспирација во традиционалната керамика, ја трансформираат и создаваат една нова форма на proizvodi. Ajo që është shumë e rëndësishme, të rinjët gjejnë inspirim në qeramikën tradicionale e punojnë, transformojnë dhe japin një formë të re të prodhimeve. E mira e kësaj punëtorie është që të rinjët mësojnë për zejet e vjetra që janë në zhdukje si për këtu në Kërçovë. Për fat të keq që gjithë fshati dikur ka punuar, sot kanë mbetur diku 10 poçar dhe tani jemi në vitin e 11 në punëtorinë e Slobodan Stoleskit, ku po organizohet kjo punëtori dhe shpresoj se më shumë do të rritet interesi i të rinjve që të mësojnë për këtë zeje dhe të krijojnë vepra të mira, theksoi Fidanoski. Ndryshe, punëtoria rinore e qeramikës konsiderohet si një nga format më efektive të edukimit kulturor që ndërlidh të kaluarën me të ardhmen përmes dorës së rinisë.